Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala dhe dërgojmë salavat dhe selame mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, vazhdojmë me dersin e radhës nga derset që i mbajmë në lidhje me shenjat e mëdha të Kiametit. Ligjërata e sotit ka të bëjë me zbritjen e Isaut alayhis salam, pra prej shenjave të mëdha të Kiametit është se Isau alayhis salam do të zbres prej qiellit. Nga se prej besimit të ehlusunetit është se Isau alayhis salam nuk ka vdekur, nuk është kryqëzuar. Walakin shubbiha lahum, mirë po atyre ju është bërë kinse e kanë kryqëzuar Isaun alayhis salam, dhe sipas transmetimeve thuhet se ai i cili ka shpionuar apo e ka tradhtuar Isaun alayhis salam, Allah subhanahu wa taala e ka bërë që, do të thonë, ai ta merr formën apo hijen e Isaut alayhis salam në mënyrë që ai të kryqëzohet në vend të Isaut alayhis salatu wassalam, ndërsa për Isaun alayhis salam thot inni mutawaffike wa rafi'uka ilay, ty do të vendoj në gjumë pra dhe do të ngriti tek unë, thot Allahu subhanahu wa taala. Sa i përket cilësive të Isaut alayhis salam, është përmendur, do të thonë, se ka qenë njeri normal, as shumë i gjatë, as shumë i shkurt, do të thonë, ka qenë i bardh, nuk ka qenë shumë i zi, flokët i ka pasur pak si kaçorela, gjoksin e ka pasur të gjerë, do më thonë, gjoksin e gjerë, këto që janë transmetuar në për hadithe. Dhe prej cilësive që janë përmendur është se flokët i ka pasur sikur të ketë dalë prej banjës, do më thonë, i ka pasur sikur të lakta. Do më thonë vinë sikur se të lakta, jo të thata. Dhe këto hadithe janë transmetuar tek Buhariu dhe Muslimi, do më thonë transmeton Buhariu nga Ibn Abbasi dhe po ashtu Muslimi nga Ebu Hurajra, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam madje ka përngjasuar Isaun alayhis salam me njërin prej sahabëve të tij, do më thonë ka thonë është akrabun nasi shabahan bi Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi, është prej njerëzve më të ngjajshëm me Urve ibn Mas'ud al-Thaqafiu, më thonë më shumti që ngjan me këtë sahabi të ndershëm. Urve ibn Mas'ud al-Thaqafi, do më thonë, është prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e ka pranuar islamin pasi që pejgamberi alayhis salam është kthyer prej Taifit, sepse fisi Thaqif apo Thaqafi nga fisi Thaqif quhen Thaqafi njerëzit. Fisi Thaqif, do më thonë, ka qenë i vendosur në Taif, fis i cili ka banuar në Taif. Dhe ky sahabi e ka pranuar islamin pasi është kthyer pejgamberi alayhis salam, se pejgamberi alayhis salam ju dini se ka shkuar në Taif, do më thonë për t'u shfaqur davetin e tij apo thirrjen e tij fisit Thaqif. Dhe ky sahabi e ka pranuar, do më thonë, pasi që është kthyer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej atje. Si do të zbres dhe kur do të zbres Isau alaihi salatu wassalam? Pasi që del Dejjalli, do më thonë, dhe ta bëj atë fesadin tokë me lloj-lloj fitnesh, lloj-lloj sprovash, lloj-lloj telashesh, dhe kur don Allahu subhanahu wa taala që të zbres një fitne mbi një vend apo mbi një kohë të caktuar, nuk ka askush që mund ta ndërprej, do më thonë, gjitha sebepet përmblidhen që ajo fitne të ndodh. Kështu do të ndodhë edhe me Dejjallin. Kur del Dejjalli, do më thonë, kur zbret dhe ta bëj atë fesadin tokë, bëhet sebeb që ti largoj shumë njerëz, pra, dhe ti devjoj, atëhere ka fundi, do më thonë, i qëndrimit të tij në tokë, i misionit të tij,
do të zbres Isa a.s. dhe do të vras atë, sepse ndër misionet e Isaut a.s. dhe ndër urtësitë se pse ai do të zbres është që ta vras Dejjalin, Allahu e malkoft. Dhe do të zbres në grupin e ndihmuar dhe palën e shpëtuar që i ka përmendur Muhamedi a.s. se ata do të luftojnë deri para kiametit. Më thonë një grup, një palë do të jenë që do të vazhdojnë të luftojnë deri para ditës së gjykimit dhe nuk do të largohen pra prej hakut. Vendi ku do të zbres në bazë të haditheve, do më thonë, është indel menaret il bejda, tek minarja e bardh Sharqi Dimeshk, në lindje të Damaskut, do më thonë në anën lindore të Damaskut, apo kryeqytetit të Siris, së sodit, do të zbres në këtë vend. Mirë po, nuk ka vend në Damask që njihet vetëm si minare, do më thonë nuk ka vend ku ka vetëm minare të bardh. Ibn Kathiri e sqaron këtë se çka është për qëllim, thot Walejse bi Dimeshk menaretun taref bi Sharqie, thot nuk ka në Damask minare e cila njihet si minarja lindore përveç asaj e cila është në anën lindore të xhamis e Mevite. Më thonë xhamia e Mevite që është në Damask, në anën lindore të xhamis ka një minare e cila quhet minarja lindore apo el minare Minaretul Bejda bi Sharq Dimeshk, do të thonë lindje. Dhe thot kjo është ajo e cila përputhet. Dhe thot ka deshur Allahu subhanahu wa taala që në vitin 741 sipas hijretit muslimanët ta ripërtrin, do të thonë këtë vend dhe këtë minare ta ndërtojnë bardh, do të thonë ta bëjnë të bardh. Pasi që krishterët e kishin djegur, do të thonë krishterët e kishin djegur, andaj e desht që të renovohet dhe të bëhet e bardh. Dhe kjo thot është prej muxhizeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse në kohën kur e ka thonë ndoshta nuk ka qenë me këto cilësi, s'ka qenë e bardh. Mirë po pastaj, pas disa viteve, do me thonë pas qindra viteve është bërë e bardh. Po ashtu edhe për xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka transmetime se kur të vi Dejjalli në Medinë, do të thoj ma hadhel kasrul abjad, kur do ta shef prej në periferi, prej jashtë Medinës, do ta shef xhamin e pejgamberit alayhis salam, do të thoj çka është ky pallat i bardh. Çka është ky pallat i bardh? Sepse xhamia do të duket si një pallat i madh i bardh. Në kohën kur e ka thënë pejgamberi alayhis salam këtë hadith, xhamia nuk ka qenë në formë pallatit, ka qenë shumë modeste dhe nuk ka qenë e bardh. Do të thonë s'ka mbishunduar ngjyra e bardh mbi atë xhami. Mirë po, ka deshur Allahu subhanahu wa taala që tash pas më shumë se 1000 viteve, do të thonë rindërtimi të bëhet që të zgjerohet aq shumë xhamia e pejgamberit alayhis salam sa që duket sikurse të jetë një pallat dhe duket prej disa kilometrave, do të thonë jashtë Medinës. Kur do të zbres transmetimet, do të thonë hadithi Nuas ibn Samanit e përmend se kur do të zbres Isa alayhis salam, do t'i ketë dy dorët e tij, do të thonë do t'i ketë në krahët e melekëve. Do t'i ketë në krahët e melekëve. Dhe përmend këtë hadith se çdo qafir i cili do ta nuhas erën e tij do të vdes. Më thonë në afërsitë të tij. Ndërsa sa i përket Dejjallit, e kemi përmendur, më thonë edhe kur kemi folë për Dejjallin, se Dejjalli do të fillojë të shkrihet kur do ta shohë Isa alayhis salam. Çdo qafir tjetër do të vdes. Më thonë do të vdes. Ndërsa Dejjalli do të fillojë të shkrihet dhe sikur ta lej Isa alayhis salam këtë formë, do shta edhe komplet shkrihet. Mirë po, nuk do ta lej dhe do ta vras me thikën e tij. Argumentet e zbritjes së Isaut alayhis salatu wassalam. Thot Allah subhanahu wa taala për të në surën Zukhruf, thot wa innahu la ilmun lis-sa'a. Dhe në një
lexim apo kiret la'alamun lisa. Për Isa alayhis salam thot dhe ai do të jetë shenjë e kiametit. Dhe ai do të jetë shenjë e kiametit. Në një ajet tjetër thot wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasul Allah. Dhe për shkak, do me thonë, kur përmend se pse janë mallkuar Jahudit, thot dhe për shkak se thonë ne kemi vrarë Isaun alayhis salam. Allahu subhanahu wa taala thot wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. E ata as nuk e kanë vrarë, as nuk e kanë kryqëzuar, mirë po ju ka dukur ashtu. Më thonë, në shikim tyre kanë menduar se e kanë kryqëzuar Isaun alayhis salam, mirë po nuk është e vërtetë. Pastaj thot, më thonë vazhdim, wa im min ehlil kitabi illa le yu'minanna bihi, dhe nuk ka vetëm se prej ehlu kitabit do të ketë njerëz që do t'i besojnë atij, si, do më thonë si duhet, me besim të sakt, se tash ehlu kitabi besojnë se është biri i Zotit. E disa madje e konsiderojnë edhe Zot. Mirë po thot Allah subhanahu wa taala, para se të vdes Isa alayhis salam, nuk ka vetëm se do t'i besojnë ashtu si duhet. Prej ehlu kitabit vetëm se do t'i besojnë në atë formë në të cilën duhet. Në bazë tyre dy ajeteve, do më thonë të e para thot nuk e kanë vrarë. Të e dytë e thot para se të vdes do t'i besojnë atij si duhet. Kjo tregon se me argumentim nga Kurani famlart se Isa alayhis salam do të zbres dhe do të vdes, pasi që në kohën kur ata thonë se ka vdek, ai nuk ka vdek. Po ashtu për argumenteve është se Allah i ka thonë inni mutawaffike wa rafiuke ilay. Unë do të bëj që të vdesësh në gjumë dhe do të ngriti. Më thonë do të bëj që të zonë gjumi. E të ofi përdoret edhe për atë i cili e ka zonë gjumi. Thonë dietarët, kjo formë, si kur t'ishte për qëllim vdekja e thjesht, nuk është diçka e veçantë për Isaun alayhis salam. Si kur t'ishte për qëllim me ngritjen, vdekja e thjesht s'ka nevojë të përmendet, se gjithë njerëzit, do më thonë shpirti u ngritet, nuk ka nevojë të veçohet me përmendje. Mirë po, për arsye se Isaun alayhis salam Allahu subhanahu wa taala e veçoi me përmendje, kjo tregon se nuk është ngritje e zakont, nuk është vetëm ngritje e shpirtit, po është ngritje e shpirtit dhe e trupit. Kjo tregon se është ngritje e shpirtit dhe e trupit. Se i përket argumenteve prej haditheve të Muhamedit alayhis salam, prej tyre është edhe hadithi që transmetojnë dy shejkhët, apo Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Huraira radiallahu anhu, se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Walladhi nafsi biyadihi la yushakanna an yanzila fikum ibn Maryam hakaman adlan." Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, thot, ka gati se është afruar koha kur do të zbresë mesin tuaj Isau alayhis salam. Fejeksiru salib, do të thej kryqin, o jektullu l'khinzir, do të vras derin, dhe o jeda u l'harb, dhe do të ndalet lufta në kohën e ti. O jefidu l'mal, hatta la jekbeluhu ehad, dhe atë shumë do të përhapet pasuria, do të zbres bereqeti, sa që nuk do të kes njeri i cili do të pranoj malin prej tjetër kujt. Pse? Sepse nuk kanë nevojë, do më thonë do të zbres bereqeti. Pas vrasjes së Dexhalit do të ketë vite të qetësisë dhe të bereqetit për besimtarët. Transmeton Muslimi nga Xhabiri radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La tazalu ta'ifetun min ummati yuqatiluna 'ala al-haq. Do të vazhdoj një grup prej umetit tim dhe do të luftojnë në të vërtetën. Dhahirine ila yawmil qiyamah.
deri në ditën e gjykimit. Pastaj thot fejenzilu Isa ibn Maryam, duke qenë ata në këtë gjendje, do më thonë duke luftuar në rrugën e drejtë, në mesin e tyre do të zbres Isau alayhi salatu wassalam. Fejekul emiruhum, atëherë thot udhëheqësi i besimtarve, ai i cili do të jetë imam dhe do të jetë Mehdiu, do më thonë do të jetë imam Mehdiu në bazë të transmetimeve tjera, dhe pse këtu nuk e përmend, do t'i thoj bujrum, ti, pasi që do t'a di në bazë të ilmit që e ka diturisë në lidhje me zbritjen e Isaut a.s. do t'i thoj dil ti imam, do më thonë në shenjë respekti. Mirë po Isa a.s. nuk do të pranoj, do t'i thoj ri, sepse badukum umera u bad, disa prej juve janë emirat të disa të tjerve. Do më thonë, kështu vu ka nderuar Allahu subhanahu wa taala. Thonë dietarët, kjo është argument se Isa a.s. do të zbres, kur do të zbres si njeri i thjesht, e jo si pejgamber, sepse pas Muhamedit a.s. nuk ka më pejgamber. Kjo dihet qartë. Dhe thuhet në bazë të disa transmetimeve, siç do ta përmendim, se Isa a.s. kur e ka kuptuar vlerën që e ka umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të thonë që e ka vlerën e madhe, e ka lutur Allahu subhanahu wa taala që ta bëj prej umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë shkak edhe Imam Dhehebiu, do të thonë, e ka përmendur kur ka folur për sahabet, e ka përmendur edhe Isaun a.s. Ka thonë, pejgamberi i Allahut, po edhe ashtu sahab i të dërguarit të Allahut. Pse ka thonë sahabi të dërguarit të Allahut? Prej kushteve të sahabiut është që ta takoj, ta shoh të dërguarin e Allahut. Isa a.s. e ka parë të dërguarin e Allahut natën e Isras dhe Mirajit. Do më thonë, qiell është takuar me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe ngritja e Muhamedit a.s. si pas besimit të ehli sunetit, do më thonë natën e Isras dhe Mirajit ka qenë me trup dhe me shpirt. Nuk është ngritje vetëm shpirtërore, jo, me trup dhe me shpirt. Ka qenë ngritja e Muhamedit a.s. Ndërsa Isa a.s. ne besojmë se është pashtu i ngritur me trup dhe me shpirt, dhe është i gjallë në qiell. Më thonë, dhe në këtë formë janë takuar. Thot pejgamberi a.s. do më thonë, kur e ka qërtuar Omerin radiallahu anhu se e ka pas një fletë të Teuratit, e ka gjetë Omer radiallahu anhu dhe ka qenë me dorë. Pejgamberi a.s. i ka thonë leje këtë, sepse nuk ke nevojë, të mjafton, do më thonë, Kurani dhe hadithet e mia. Dhe Omer radiallahu anhu largon atë fletën. I thot pejgamberi a.s. pasha Allahun, jo Tevrati, po edhe Musa a.s. sikur ti ish gjallë, nuk do të kish zgjidhje tjetër vetëm se të më pasoj mua, do më thonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kjo tregon se edhe Isa a.s. do të vijë, do më thonë, si pasuesi Muhammedit a.s. dhe do të gjykojë me Kur'an dhe me sunetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu prej argumenteve është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në hadithin që transmeton Imam Ahmedi nga Ebu Huraira radiallahu anhu, ka thonë pejgamberi alayhis salam, pejgamberët el-anbiya, do më thonë ikhwa, janë vëllezër. Ummahatuhum shatta, edhe pse i kanë nëna të ndryshme, mirë po fenë e kanë, wa dinuhum wahid, fenë e kanë një. Do më thonë janë vëllezër në fe, në besim. Çdo gjë që ata e predikojnë, e thojnë, është prej fesë së Allahut subhanahu wa taala, dhe besimi i tyre është i njëjtë, nuk ka kundërthënie, do më thonë. Këto që kanë ngelur prej pejgamberëve tjerë, kinse pasuesit e tyre kanë devijuar nga besimi i pejgamberëve, nuk janë në atë në të cilën kanë qenë, do më thonë, pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Këto janë disa prej argumenteve. Në vazhdim të hadithit, do më thonë, thot wa innehu nazil, dhe ta dini se Isa a.s. do të zbres pa tjetër.
Fe idha ra'aytumuhu fa'rifuhu, kur ta shihni thot fa'rifuhu, pranojeni atë apo njiheni atë. Prej gjërave që duhet ditur është se hadithet për zbritjen e Isaut a.s. janë mutawatir, do me thonë janë hadithet të pakontestueshme. Transmetohen transmetimet shumëta prej sahabëve të shumët, do me thonë prej rrugëve të shumëta, si që thonë dietarët e hadithit, dhe kjo arrin deregje në tewatur, do me thonë janë në deregje që nuk mund të mohohen. Dhe ka prej dietarëve që thonë se kush e mohon këtë lloj të hadithit del prej feje, sepse është i zbritur do me thonë i transmetuar në formë të pakontestueshme. Shumë prej dietarëve do me thonë e kam përmendur këtë se hadithet e zbritjes së Isaut a.s. janë mutawatira. Më thonë janë në gradën më të lartë të saktësisë. Sepse tewatur do me thonë përveç saktësisë që është sahih, përveç kësaj do me thonë se zinxhirin e ka të sakt, ka edhe shumë transmetime. Më thonë me 10 transmetime. E kjo e bën që të jetë do me thonë në deregjen më të lartë të saktësisë. Dietarët që e kanë përmend këtë, do me thonë për ulemave të mëhershëm dhe të mëvonshëm janë Ibn Xheriri, mufesiri i njohur Ibn Xherir at-Tabari. Po ashtu edhe Ibn Kathiri, rahimahullah. Prej dietarëve të mëvonshëm janë Ahmed Shakiri, Sheikh Ahmed Shakiri, Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, dhe shumë dietarë të tjerë, do me thonë, ky dietar i përmend edhe thënjet e tyre bukfalisht, mirë po për shkak të kohës, ne i përmendëm vetëm ata dietarë të cilët e kanë potencuar këtë gjë. Urtësia prej zbritjes së Isaut a.s. Dietarët e kanë përmendur se çfarë urtësie ka që Isau a.s. do të zbresë. Prej gjërave që i kanë përmendur, do me thonë si urtësi të zbritjes së Isaut a.s. e para është kundërshtimi i jahudive, të cilët pretendojnë se e kanë vrarë Isaun a.s. Jahudit po thojnë se e kanë vrarë. Allahu subhanahu wa taala ka dashur që t'i kundërshtojë, do me thonë në thënien e tyre se e kanë vrarë Isaun alayhi salatu wassalam. Andaj Allahu subhanahu wa taala do ta zbresë atë, e lejse do ta zbresë si kundërshtim, do me thonë për thënien e tyre, po ashtu do ta vrasë mbretin e tyre, të cilët ata e presin si mbret, e që është Dejjalli. Disa dietarë tjerë, do me thonë atë që e përmendëm më herët, e kanë përmendur se prej urtësive, do me thonë se Isa a.s. e ka gjetë në Injil vlerën e umetit Muhamedit a.s. Vlerën e umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj e ka lutur Allahun subhanahu wa taala që ta bëj prej umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak edhe siç e përmendëm, Imam Dhahabiu e përmend prej sahabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra përveç asaj se është pejgamber, edhe kur do të zbresë, do të zbresë si pasuesi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Urtësia e tretë është se do të zbresë për shkak se duhet të vdes, dhe Allah subhanahu wa taala ka caktuar që secili njeri të vdes në tokë. Do me thonë, zbret sepse i ka mbetur përveç urtësive tjera, do me thonë, mësimeve tjera është sepse i ka mbetur, do me thonë, një pjesë e pakt prej e gjelit të tij, andaj zbres që të vdes në tokë. Urtësi tjetër që e kam përmendur dietarët, urtësia e katërt është se zbret si përgënjeshtrues i krishterëve.
në mënyrë që ta tregoj se nuk është as Zot e as bir i Zotit, po është pejgamberi i Allahut. Do t'i kundërshtoj ashiqare në pretendimet e tyre. Më thonë, kjo është prej urtësive. E po ashtu kur do të vdes dhe ata që i kanë besuar, do më thonë, do të avërosin. Kjo tregon është për argumenteve më të qarta se ai është njeri dhe nuk është bir i Zotit. Pse është bash Isa a.s. Pse është zgjedhur nga Allah subhanahu wa taala për ta vrarë Dejjalin, për t'i kryer këto misione, do më thonë, para kiametit? Për shkak se siç përmendet në hadith pejgamberit a.s. Muhamedi a.s. ka thonë: "Ana awla an-nasi bi Isa ibn Maryam." Unë jam njeriu më parsor për Isa a.s. sepse lejse bejni wa bejnehu nabi, sepse thot pejgamberi a.s. mes meje dhe në mes ti nuk ka pejgamber tjetër. Mes meje dhe mes ti nuk ka pejgamber tjetër. Me çka do të gjykoj Isa a.s. E përmendëm edhe më herët se gjykimi i Isaut a.s. është sipas shariatit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do të gjykoj pra me Kur'an dhe me sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk do të zbres me shariat të ri. Sepse nuk i takon dikujt që të zbres si pejgamber pas Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pejgamberi alayhi salam ka thonë: "Lau kana Musa hayyan", sikur Musa alayhi salam të ishte gjallë, "ma wasahu illa ittibai", nuk do të kishte rrugdalje tjetër përveç se të më pasoj mua. Pre argumenteve që e tregojnë këtë se do t'jes pra si pasuesi Muhamedit a.s. është se do të bëj haxh, do më thonë do të shkoj haxhi. Transmeton Muslimin sahihun e tij nga Handhala al-Aslami radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, le yuhallanna ibn Maryam bi fajr ar-rawha." Biri i Mërjemes, Isa a.s. do ta bëj telbien, do me thonë bi fajr ar-rawha. Kjo është një vend mes Mekës dhe Medines. Dhe në këtë vend Isa a.s. do ta thoj telbien për haxh, për të bërë haxh dhe umre, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prej veçorive pra pas zbritjes së Isaut a.s. është se do të përhapet bereqeti. Do më thonë, pasi ta vras Dejjalin dhe pasi që të bëj dua kundër Yexhuj me Xhuxhve, të cilët do të dalin pas Dejjallit dhe nuk do të mund t'i luftoj askush. Pejgamberi a.s. thot nuk mundet ata t'i luftoj askush, sepse janë në numër shumë të madh dhe kanë fuqi shumë të madhe. Pas kësaj, kur do të dalin Yexhuj me Xhuxhet, Isa a.s. do të bëj dua që Allah subhanahu wa taala t'i shkatroj. Dhe pas kësaj do të mbisundoj rahatia dhe qetësia në tokë. Dhe njerëzit pra do të kenë bollok, sa që askush nuk do të pranoj sadaka. Sa do të qëndroj Isa a.s. pas zbritjes së tij? Ka dy transmetime për këtë çështje, dy hadithe do më thonë. Njëri thot se do të qëndroj 40 vjet apo 40 vjet. Transmetimi tjetër thot 7 vjet. Më thonë, një transmetim thot 40 vjet, një transmetim thot 7 vjet. Të dy transmetimet janë sakta. Cila është zgjidhja, do më thonë, 7 dhe 40? Dietarët e kanë dhënë zgjidhjen edhe për këtë. Do më thonë, dietarët, Allah i shpërbleft, nuk na kanë lënë të hutuar që të ketë, do më thonë, mos marrëveshje në lidhje me këtë. Nëse ka dikush e din këtë, mund ta përmendë, do më thonë,
Mirë po ajo që e kam përmend dietarët është se thonë 40 vjet, hadithi që thotë se do të ketë 40 vjet kur do të vdes, e ka komplet jetën e tij. Se kur o ngriti ka pas 33 vjet. Plus 7 që përmenden hadithin tjetër bëhen 40, ashtu. Hadithi që thot 7 e përmend kohën pasi që zbret. Më thonë dhe kjo është prej oratorisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që na ka dhënë dobi, ka thonë 7 që do të jetë në tokë 7 vjet dhe ka thonë 40 që ta dim se sa vjet i ka pas kur është ngritur. Do më thonë 33 vjet i ka pas kur është ngritur dhe edhe 7 qëndrimi në tokë, 40 vjet do të jetë kur do të vdes. Ky është pra sqarimi i dietarëve në lidhje me vdekjen e Isaut alayhis salam. Dhe këto janë pikat shkurtra, gjërat më kryesore që duhet t'i di, domethënë muslimani në lidhje me Isaun alayhis salam dhe në lidhje me zbritjen dhe vdekjen e tij alayhis salatu wassalam.